Përshëndetje, ky është vlogu im I parë në Shqip dhe unë jam me Po shkoj në Vjenë, është hera ime e parë që udhtoj dhe udhtoj jashtë, domethënë. Ja, vetëm jashtë, se shumë. Dhe do ikim të dyja. Dhe kemi ardhur shumë shpejt dhe kemi ngrënë shumë gjëra. Byrek, patate, edhe ujë, po. Mirëmëngjesi, good morning. Je nuk filmuam fare, sepse ishte shumë ftohtë edhe po përpiqeshim të ndihemi në rrugën. Jo dash ftohtë, rrugën e gjetëm pa një vështirësi të madhe. Por ishin të gjitha supermarketet e mbyllura. Ka pjesësi dhe sot janë gjitha të mbyllura. Jemi në një kafe. Po, edhe po ham mëngjes. Dhe çfarë të them? Nuk di çfarë të themi, thjesht jemi në një park shumë të bukur. Shkuam vizituam ca kisha. Asta dhe shumë korba. Tash atë plumba çan këto. I don't know. Nëse është shumë qetë, është shumë mirë. Është një për vibe-in tonë. Po, si një ditë e diel. Por jo në Tiranë. Vjena. Tani ne bëm 1000 foto. Një foto. Laura ka bërë foto më të bukura ever. Ndaj si e gjë. Unë mendoj këtë për anën. Nëse, fotot tona mund të shikoni në Instagram. Po, fotot tona mund të shikoni në Instagram. Tani po futim tek Çfarë është këtu? Palmen House. Palmen House. Që ta ham. Mi duke bler suvenire. Po nuk dim çfarë të zgjedhim. Po. Jemi më shumë tek arti, tek kultura. Po qeshim po e kemi me vërtet. Jo. Nëse. Tregova pak to, u pëlqej? Do të ju pëlqejnë këto? Mua më pëlqejnë shumë. Mua jo aq shumë këto, mua më pëlqejnë këto. Kanë dalë që tani kjo. Po ai justifikon kjo 25 euro, nuk justifikon. Kështu që më vjen keq, do mbetet për një herë tjetër. Mister Ka shumë gjëra të bukura, po nuk dim çfarë të zgjedhim. Qa është ajo? Dhe na kishin thënë që është ftohtë, edhe e dinim shumë mirë që do ishte ftohtë. nuk është dash shumë. Se di, mua më duket pak. Unë jam veshur dhe me pullover. Në dark një herë mendoj që Po, në dark është vërtet shumë të futemi edhe këtu. Vini në Vjenë, merrni një pullover Edhe 100 batanie. Okej. Nice. Qa është? Jam fiksuar në to. Ja, si zonja. Haruam të bënim video, po erdhëm në një restorant, shumica ishin plot, dhe provuam schnitzel, edhe tani po provojmë kaiserschmarrn. Të shohim si do jetë. Është shumë soft. Ta provojmë pak kështu një fariçe. Vjen shumë e gjalpi. Vjen pak si që alkool. Po? Që nga shumë e mirë. Tani provojmë kishte me mor dhe kjo me vështrydam. E këto janë kështu cranberries. Tani është shumë mirë, po na flihet. Normalisht që ta hash 1000 gjëra, do të flihet. Kemi ngrënë shumë ëmbëlsira. Me këtë që ka shumë e më mirë. Tani nuk mbaj mend ku e kemi lënë atje, më duket se po hanim atje te restoranti edhe pastaj frynte shumë erë dhe erdhëm dhe fjetëm. Sot kemi marrë në mëngjes. Reagimi jo tana. Nuk e di çka kemi marrë, ti s'kemi marrë. Unë kam marrë një pizza të vogël dhe qezaja, që duket gur. Është e mirë. Nice, do t'i provoj.
Në qoftë se do ishin të ngrohta, do ishin shumë të mira. Kjo pica të paktën mua më pëlqen. Tani kemi dalë për Ishte Zara dhe nuk gjetëm asgjë. Shkojmë me Daniel në Shqipëri. Pastaj lëvizim 5 ose 10 euro. Ishim dhe te Douglas, po harruam të filmonim. Edhe mora disa gjëra, por tani bie shi. Edhe shkojmë ku do ulemi në ndonjë vend. Në Starbucks, yes. Updatojmë vlogun. Jemi këtu te Starbucks, ja shkoj duke bërë porosin dhe unë mendova që do bie me emrin tim. Po jo, erdhi me emrin tim. Dhe Laura. Laura po i vin të dyja. Nëse Ana çdo gjë e merr ose me çokoladë ose me karamel. Me çokoladë më shumë. Me çokoladë. Ndërsa unë çdo gjë e marr me lështyre. Pse nuk e di, thjesht do e provojmë. Këto ishin kështu frappuccino. Okej, e provojmë. Tani do doja në fakt që të ishim këtu në kohë festash, po mendoj sa ftohtë mund të kishte qenë.